Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të gatuajmë së bashku një gjellë me patate dhe bizele që mund ta përgatisni për drekën apo darkën për familjen tuaj. Kjo është mënyra se si unë e gatuaj për familjen time këtë gjellë, një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë praktike, përgatitet shumë kollaj, prandaj le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim, në një tenxhere kam shtuar pak vaj ose gjalp dhe aty kam shtuar në fillim mishin, të cilin në këtë rast e kam mish viçi. Mishin e kemi ndarë në kubik të vegjël, po të doni mund të përdorni edhe pjesë më të mëdha mishi ose edhe mish të lloj tjetër. Mishin e kaurdisim mirë derisa mishi të fillojë të lëshojë edhe lëngun e vet në tenxhere dhe të ndryshojë ngjyrën. Në momentin që në tenxhere mishi ka lëshuar lëngun e vet, tani do të shtojmë edhe 2-3 thelpinj hudhre të prerë imët, do të shtojmë gjithashtu edhe një kokër qep të prerë imët dhe të gjithë përbërësit i trazojmë së bashku. Gjithashtu në tenxhere do të shtojmë edhe një karrotë të prerë imët, si edhe 1 ose 2 patate mesatare të prera imët. Të gjithë përbërësit i trazoni së bashku dhe gjatë kësaj kohe mos harroni të shtoni edhe erëzat tuaja që preferoni kur përgatisni këtë recetë. Unë në fillim kam përdorur një lugë gjelle me salcë speci ose salcë domate, mund të shtoni gjithashtu edhe pak piper të kuq, pak piper të zi, pak rigon, si dhe pak krip, pas shijeve tuaja. Të gjithë përbërësit i trazoni mirë. Mos harroni të shtoni gjithashtu edhe një lugë gjelle me miell. E di që në këtë rast ne do të përdorim patate, e cila bën edhe ajkosjen ose trashjen e gjellës, por gjithmonë mua më pëlqen që të përdor një lugë gjelle me miell, pasi më pëlqen më shumë trashësia dhe mënyra se si del gjella në fund. Gjella del me të vërtet e ajkosur mirë, lëngu trashet mirë dhe të gjithë përbërësit lidhen mirë me njëri tjetrin. Ju po të doni, mund mos e përdorni fare miellin. Pasi keni trazuar të gjithë mirë përbërësit, tani në tenxhere do të shtojmë edhe ujin. Ujë do të shtojmë mjaftueshëm derisa ju të shikoni që perimet kanë zier, gjithashtu dhe mishi është zbutur mirë. Kur të shikoni që mishi është zier ashtu siç duhet dhe gjella ka marrë trashësinë që duhet, përpara se ta heqim gjellën nga zjarri, 10 minuta përpara se unë ta heq gjellën nga zjarri, i shtoj edhe një gotë me bizele, të cilat në këtë rast janë bizele të ngrira. Nëse keni bizele të freskëta, mund t'i shtoni pak më parë, gjatë kohës që jeni duke përgatitur gjellën, por mos i shtoni që në fillim, pasi bizelet ziejnë më kollaj se perimet e tjera dhe mund të shtypen. Prandaj unë gjithmonë i shtoj 10 minuta para se ta largoj gjellën nga zjarri. Dhe pas 10 minutash, tani gjellën e keni gati. E servirni për familjen tuaj sipas preferencave që keni. Mund ta servirni kështu siç është, ose duke shoqëruar edhe me pilaf nëse keni dëshirë. Pra siç u thash edhe në fillim të videos, një recetë e thjeshtë, praktike, me pak përbërës, një recetë që edhe nënat tona e gatuajnë në shtëpinë e tyre, dhe sot vendosa që mënyrën e përgatitjes së kësaj recete, se si unë e gatuaj për familjen time, ta ndaj edhe me ju. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale.
Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni se në kanal postohen recetat e reja. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës, deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.